Policia rrugore e Vlorës dhe Sarandës vijojnë monitorimin intensiv të akseve rrugore në të gjithë qarkun me përdorimin e dronëve, radarëve dhe automjeteve inteligjente me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut me fluks të shtuar automjetesh. Në fokus të kontrolleve janë drejtuesit e mjeteve që drejtojnë në efektin e alkoolit pa leje drejtimi, te kalojnë shpejtësinë e lejuar apo kryejnë manovra të rrezikshme, shkelje që shpesh bën shkak për ngjarje rrugore me pasoja. Si rezultat i kontrolleve gjatë periudhës 1 deri në 6 gusht 2026 janë arrestuar dhe procedur penalisht 24 drejtues mjetesh. Konkretisht, 14 janë arrestuar për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Një është arrestuar për drejtim të mjetit pa leje drejtimi dhe për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë. 4 janë procedur në gjendje të lirë për drejtim të mjetit pa leje drejtimi. 5 janë procedur në gjendje të lirë për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë dëmtime të lehta. Gjatë kësaj periudhe në qarkun e Vlorës janë vendosur gjithsej 3344 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Konkretisht, 1084 masa administrative për tejkalim të kufive të shpejtësisë, 605 masa administrative për mospërdorimin e kaskës mbrojtëse, 10 masa administrative për parakalime të gabuara, 41 masa administrative për mospërdorimin e rripit të sigurimit, 59 masa administrative për xhama të zi, 10 masa administrative për mosdhënie përparësie këmbësorëve, 33 masa administrative për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 8 masa administrative për pozicionim të gabuar të mjetit, 57 masa administrative për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 1437 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet e policisë rrugore do të vijojnë në të gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale në Vlorë dhe në Sarandë, duke përdorur të gjitha mjetet logjistike bashkëkohore me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Policia rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi më të sigurt për të gjithë përdoruesit e rrugës.